Në njësinë administrative Portës të Bashkisë Fier, rrugët e brendshme të fshatrave të rikonstruktuara pa kohë më parë janë dëmtuar nga rreshjet e shiut. Mungesa totale e sistemit të kanalizimeve kulluese i ka bërë të papërdorshme disa segmente të fshatit Kraps, duke ngritur dyshime të forta mbi cilësinë e punimeve. Banorët akuzojnë se bëhet fjalë për ndërhyrje fasad të kryera me nxitim gjatë fushatave elektorale dhe jo për investime të mirëfillta në shërbim të komunitetit. Gjithashtu ata kanë pohuar se rreshjet e shiut kanë zbuluar dobësitë e rënda të rikonstruksionit të rrugëve të brendshme të fshatit Kraps. Shtresa e asfaltit është qarë në këto rrugë, ndërsa gropat janë shfaqur sikur të mos ishte kryer asnjë investim. Shkaku kryesor, sipas banorëve, është mungesa e sistemit të kanalizimeve kulluese, që kanë bërë që rreshjet e shiut të jenë shkatruese, duke i dëmtuar në pak kohë. Banorët e indinjuar pohojnë se këto rrugë janë bërë sa për sy e faqe, pasi mungojnë standardet, thot njëra prej banorëve të zonës për televizionin Apollon. Tu në Krapës, rrugët po prishen vetëm nga ujrat që vinë një lartë. Tashi të veri dorën shteti, ti rregulloj. Në qoftë se nuk disiplinohen ujrat gjandeja, këtu nuk ka rregullim. Prandaj na ndihmoj çik shteti. Zdim çfarë të bëjmë tash, ne jemi në pikë të hallit, i thënë asaj që ne dhemi për në as, dhemi tot, dhemi vim për në shtëpi, s'kemi ku nga kalojmë, rruga është posaçie, se po nga shua, së shtruar, së drejtësuar. Paguajmë taksa, por investimet bëhen vetëm për periudhën zgjedhore, si një fasad politike, dhe jo për rrugë që t'i shërbejnë fshatit, ka theksuar banorja në fjalë. Sipas saj, pushteti lokal ka toleruar standarde të ulta, ndërsa askush nuk mban përgjegjësi për dëmtimin e shpejtë të rrugëve të rregulluara në lagjet e Krapsit. Gjithashtu, mungesa e transparencës për koston dhe cilësinë rrit edhe më shumë dyshimin se investimi është përdorur për propagandë dhe jo për zhvillim real të zonës, shprehen banorët. Ndërkohë që pushteti lokal, sipas tyre, nuk ka pasur ndonjë reagim për dëmtimet e rrugëve të brendshme të fshatit Kraps, ndërsa komuniteti pret që zëri i tyre të dëgjohet dhe rrugët të ndërtohen me standardet që kërkon dhe meriton çdo qytetar.